Sekreti si të largoni fryrjen e këmbëve në kushte shtëpie me këtë trup. Nuk ka një recetë të caktuar për kyçet që dhembin, por ka në vështirësi në funksionin e tyre të përditshëm. Po ashtu nuk ka edhe një shkak të vetëm, por një mori arsyesh të cilat mund të shkaktojnë këto vështirësi, të cilat mund të prekin trupin tuaj. Një nga dhimbjet më të mëdha është gjithashtu edhe fryrja e këmbëve, e nyjeve dhe kyçeve tuaja. Për të mbajtur shëndetin e tyre nën kontroll, sugjerohet të ndiqni disa këshilla. Ushtrohuni. Kur këmbët tuaja ndihen të fryra të lodhura, duhet të bëni disa ushtrime specifike. Drejtoni gishtërinë dhe lëvizni këmbën në tendosjen e saj në ajër duke formuar shkronjat e alfabetit sipas radhës. Kjo do ju ndihmojë në çlirimin e ndjesisë së fryrjes. Vendosini këmbët mbi një jastëk. Nëse këmbët tuaja ndihen të lodhura të fryra, ngriheni lart dhe vendosini mbi një jastëk. Kështu do të ndihmojë në shëndetin tuaj që të evitojnë edhe komplikacionet e tyre.